Rrjetet sociale dhe platformat online janë kthyer në një hapësirë gjithnjë e më të rrezikshme për fëmijët. Hulumtimi i publikuar dje Disrupting Harm në Maqedoninë e Veriut ka ngritur alarmin, pasi që rreth 12.000 fëmijë në vit rezultojnë të jenë prej abuzimit seksual në internet. Pas këtyre shifrave, qëndrojnë histori fëmijësh që shpesh heshtin nga frika, turpi apo kërcënimet e abuzuesve. Sociologu Ali Pajaziti thotë se problemi nuk mund të lihet vetëm te teknologjia, por kërkon përgjegjësitë e përbashkët të familjes, shoqërisë dhe institucioneve. Sipas tij, këto shifra përveç se janë alarmante, janë edhe shumë trishtuese. Prandaj ai apelon për më shumë kujdes dhe mbikëqyrje të fëmijëve. Këto shifra, domethënë 12.000 fëmijë të abuzuar në platformat online dhe në mediat sociale, janë alarmante, janë trishtuese për një qytetar, një prind, po edhe si mësimdhënës, pra shikuar sociologjikisht shoqëria digjitale, përveç që na ofron benefite të shumta, me vete sjell edhe atë fytyrën tjetër të cilën shumica e njerëzve nuk e mendojnë. Kështu që hapi i parë i prindërve tanë të pavetëdijshëm është blerja e celularit ose e telefonit, që është ndoshta e natyrshme për kohën, por ama mungon ajo që quhet prindërim racional i ndërgjegjshëm. Pra, kontrolli, biseda me fëmijët dhe përpjekja për të nxjerrë të dhënat se çka frekuenton një fëmijë i cili nuk është plotësisht i vetëdijshëm, me kë komunikon. Sipas Pajazitit, një nga problemet kryesore është mungesa e prindërimit të ndërgjegjshëm në epokën digjitale. Ai thotë se telefoni blihet për fëmijën si pjesë e realitetit të sotëm, por shpesh mungojnë komunikimi, kontrolli dhe bisedat e hapura për atë që fëmia sheh dhe me kë komunikon. Në anën tjetër, profilet anonime dhe llogaritë fiktive mund të përdoren nga abuzues seksual për të fituar besimin e fëmijëve, për t'i manipuluar dhe më pas për t'i kërcënuar. Pajaziti thotë se pasojat mund të jenë të rënda nga presioni dhe shantazhi përmes fotografive e videove, deri te dëmtimi serioz psikologjik dhe në rastet më të rënda, edhe rrezikimi i jetës së fëmijës. Por ajo që e bën situatën edhe më shqetësuese është heshtja. Fëmijët shpesh kanë frikë të tregojnë prindërve apo mësuesëve se çfarë po u ndodh. Këto raste mund të kenë efekte deri te abuzimi fizik me atë fëmijë, që është më katastrofalja, kushtëzimet e ndryshme prej personave, përmes fotografive, videove, kështu që fëmijët mund ta çojnë edhe deri te gjendja e ankthit, deri te gjendja e depresionit, madje ka pas raste edhe të akteve suicidale ose vetvrasëse, duke pas parasysh se fëmijët kanë ndroje që t'u tregojnë prindërve, të bisedojnë me mësuesen, të bisedojnë me një person më të moshuar se vetvetja e tyre, sepse janë tabu temat tek ne. Pajaziti thotë se lufta ndaj abuzimit seksual online nuk mund të nisë vetëm pasi një fëmijë të jetë bërë viktim. Ai kërkon masa parandaluese nga institucionet, zbatim të ligjeve dhe ndëshkim konkret për abuzuesit. Ndërsa nga prindërit kërkon më shumë vëmendje, komunikim dhe kujdes ndaj jetës virtuale të fëmijëve. Për këtë arsye, instancat zyrtare, pra shteti, ministrit gječëse duhet që të ndërmarrin masa preventive që të mos vihet deri te rastet e këtilla, pra të ketë penalizime të personave të cilët janë përfshirë në veprime të këtilla të shëmtuara dhe veprime të abuzimit me këtë kategori të qytetarëve minorene. Duhet që t'i zbatoj ligje dhe t'i ndjek pra normat e parashikuara nga shtetet më të avancuara dhe duhet të ketë pra penalizime konkrete. Jo të gjitha këto të futen nën hasër ose nën tepih, ndërsa prindërit që të vigjilojnë, të jenë më komunikues me fëmijët e tyre.
Sepse në botën digjitale, një telefon mund të jetë dritare drejt botës, por për një fëmijë të pambrojtur mund të bëhet edhe dera përmes së cilës abuzuesit hyjnë në jetën e tij, theksoi sociologu Ali Pajaziti.